që nga vendimi i presidentës Vjosa Osmani për ta shpërndarë kuvendin e Kosovës e për ta quar vendin në zgjedhje, antarët e lëvizjes vetëvendosje nuk i kanë dalur linçimet ndaj saj. Shpatën ndër të parët e nxori deputetja Adriana Matoshi me një deklarat kundër Osmanit. Ajo theksoi se posti i presidentës erdhi fal mbështetjes së kryeministrit Albin Kurti. Kur nuk e falenderove që të bëri Albini presidente. Për LDK-n as ëndër nuk do ta kishe parë atë pozit, ka deklaruar Matoshi. Komente të ashpra pati edhe nga Halil Geci, i cili në profilin e tij publikoi një video ku e akuzon Osmanin për tradhti, duke thënë se në Turqi një veprim i tillë do të ndëshkohej rënd. I biri i Halil Gecit, Fatos Geci, është deputet nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Edhe ish kryetari Mitrovicës Agim Batiri reagoi përmes një postimi duke deklaruar se vetëvendosje po pret që të zbulohet se i kujt është ky skenar për ta bllokuar shtetin. Çdo gjë do të dalë në dritë, sepse askush nuk ka të drejtë që për shkak të ambicjeve personale ta fusë padrejtësisht në krizë një shtet të tërë, ka shkruar Batiri. Pa reaguar për këtë çështje nuk mbeti as deputeti Mefail Bajqinovci, i cili tha se presidentja ka bërë gabim të rënd dhe jo kushtetues me shpërndarjen e kuvendit, duke pretenduar se mund të bëhet fjalë për një skemë. Ndërkohë, deputeti Adnan Rustemi ka hedhur dyshime për ndërhyrje të diplomatëve të huaj në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ai përmes një postimi në Facebook i bëri thirrje disa ambasadorëve që të mos ndërhyjnë në punën e këtij institucioni përmes vizitave apo takimeve. Këto pretendime të pabaza nuk pranuan t'i komentojnë ambasada e Francës dhe ajo e Amerikës.